Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha përmes një postimi në rrjetet e tij sociale ka vlerësuar heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundrejt Kosovës. Ai është shprehur se kjo gjë i konfirmon përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave europiane, duke shtuar se ky është një kapitull i ri që forcon procesin e integrimit. Vendimi i sotëm hap një kapitull të ri, duke mundësuar qasje të plot dhe pa pengesa në fondet e Bashkimit Evropian, asistencën dhe bashkëpunimin e gjithanshëm. Ai kontribon në rindërtimin e besimit dhe forcon më tej besueshmërinë e procesit të integrimit evropian. Mirpresim vendimin për heqjen përfundimtare të gjitha masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Ky hap, edhe pse i vonuar, i konfirmon qartë përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave europiane, shtetit të së drejtës dhe bashkëpunimit konstruktiv rajonal. Avancimi drejt rrugës europiane të Kosovës përfshirë shqyrtimin pavonesë të aplikimit për statusin e vendit kandidat, do të kontribuojë drejt për drejt për një rajon më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, duke rikonfirmuar njëkohësisht perspektivën europiane të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vendimi i sotëm ha një kapitull të ri. Ai kontribon në rindërtimin e besimit dhe forcon më tej besueshmërinë e procesit të integrimit evropian, ka deklaruar ministri i Jashtëm.